Duket normale me telefonit pëser. Shkaku i zemërimit të ministrit më të ri të qeverisë, Enea Karakaçi, lidhet me skandalin e zhytjes së 2 pallateve në kompleksin Durrës Marina. Aktualisht flasim janë 74 cm ulje. Kjo fjali e vetme, e artikuluar nga një nën kontraktori Durrës Marina, ndryshoi këndvështrimin e shqiptarëve ndaj këtij projekti gjigant me vlerë 3.2 miliardë euro dhe vuri në lëvizje institucionet për të zbuluar të vërtetën e frikshme të zhytjes së 2 pallateve të para të ndërtuara tashmë. Investigimi i yni 3 javëve më parë nisi pas kësaj interviste të nën kontraktorit, i cili tregoi me detaje se çfarë kishte ndodhur në kantierin e projektit luksos të biznesmenit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Mohamed Alabar, në Bregdetin e Durrësit. Pasi problemi, asaj firma u rimblot dhe janë duke bërë gjithë zonën me blinda me pilota, se e kuptuam që ai terren nuk mbanë, janë duke punu ditë natë. Firma i Mazaj, inxhinieri Batus, ka thënë që nuk firmos, se e di mirë ai që është punë e ngecme. Çfarë nuk firmos? Nuk firmos atë kolaudimin që duan bëjnë ta me lloj përforcimesh blindash. Inxhinieri firmës sot nuk ka marrë përsipër që do ta majë kështu, sepse thotë duhen shem fare ato. Momenti që ka bo 40 cm ulje dhe tani ka shku 70 cm, kush i garanton ato? Po këta tash që ta shejme në shkollë së madhe, a kupton çfarë halli është? Çfarë po diskutohet? Do të thonë çfarë zgjidhje do i japin, po mendojnë ndonjë gjë? As ato vetë s'po din çfarë bëjnë më tash, kurse të tjerë po procedojnë siç duhet. Kanë bën blinda, kanë fortifikuar gjithë zonën. Deri tani që flasim, inxhinieri thotë 74 cm ulje dhe nuk firmos letrat. Pasi dëgjuam këtë intervistë që nxirrte zbuluar kompaninë e Alabarit, por edhe qeverinë shqiptare, nuk u nxituam ta publikojmë të vetëdijshëm për peshën e këtij informacioni. Prandaj, bëm hapin e radhës, duke kontaktuar një specialist, i cili me ndihmën e teknologjisë së dronit kreu matje topogeodezike për të kontrolluar vertikalitetin e pallateve. Nga verifikimi i matjeve, rezultoi një disnivel rreth 30 cm ndërmjet soletave të godinave të përfunduara, ndërsa nga kontrolli i pallateve të përfunduara me pallatin që është në ndërtim, disniveli arrinte nga 70 cm deri në 1 metër. Rezultati ishte ai që i trombeshim. Matjet përputheshin thuajse tërësisht me denoncimin e bërë. Jemi në një situatë që ngre pikpyetje serioze për sigurinë strukturore, sidomos kur bëhet fjalë për terren prandetit dhe një zonë sismike. Por më tepër, kur anomalia u pranua edhe nga 2 prej inxhinierëve zbatues të projektit, të cilët mes rreshtash pohuan një të vërtet që po mbahej e fshehur. Të lutem, duam një informacion rreth sa centimetra ka ndodhur kjo zhytja e pallateve. Nuk e kam këtë detaj 100% të ta them e kam kaq. Nuk e di se kam topografën topografi këtë me drejtori nuk është se një marrë unë. Dhe ka Durrës Marina atë informacion. Se sa centimetra janë zhyt? Po. Por rreth sa pak a shumë për ta ditur? Tani unë nuk i njoh. Ndërkohë, administratorja e Durrës Marina, Elizabeta Hajrullaj, nuk pranoi në asnjë moment të prononcohej për këtë skandal, edhe pse kemi tentuar shumë herë ta takojmë. Sidoqoftë, puna jon nuk u mbyll aty. Menjëherë pas përfundimeve të dala nga investigimi ynë, depozituam të gjithë informacionin pranë Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, që pa humbur kohë bëri verifikimet e saj në bashkëpunim me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit dhe vetëm pas pak ditësh, zhytja e 2 pallateve të Alabarit u konfirmua edhe nga kjo komunikat e IKMT-s, ku deklarohet se në përfundim të inspektimit, raporti topografik i Institutit të Ndërtimit konfirmon se objekti 02 ka posuar ulje prej 28 cm, ndërsa objekti 04 ka posuar ulje prej 18 cm. Pranimi i zhytjes nga IKMT dhe publikimi menjëhershëm nga të gjitha mediat, që më përpara thuajse heshtën përballë skandalit, i jep të drejtë punës tonë investiguese. Edhe pse ne kemi informacion tepër të saktë të sigurt nga burimet tona që janë të paktën 20 cm më shumë zhytja e pa deklaruar në komunikat. Sidoqoftë, ajo që na intereson në këtë moment është të dimë se çfarë masash ka marrë IKMT pas zbulimit të këtij skandali. Unë jam Matilda, gazetare nga emisioni Piranjat. Doja t'ju pyesja çfarë masash do merrni konkretisht për pallatet e Durrës Marina, të cilat janë zhytur. Ai ishte një objekt në zhvillim të sipër, i cili nuk ka bërë kualitimin e tij. Deri në këtë moment është konstatuar kjo gjë, është ngritur grupi punës, ka shkuar aty, ka bërë verifikimet dhe i shkërkuar firmës që të marrë masat e nevojshme për qëndrueshmërinë. A ka ndonjë rrezik shëmbje duke qenë se është një territor sismik ranor? Këto janë procese që ndodhin në ndërtim në zona të tilla afër Bregdetit me gjeologji të tillë. Uljet ishin ato që ishin janë të përcaktuara. Mendoni që janë normale ato ulje apo janë ulje që nuk duhet të ndodhin? Ato janë ulje që ndodhin në procesin e ndërtimit. Unë mendoj që është një zhytje konsiderueshme nga çfarë ne kemi konsultuar me ekspert. Ju mendoni që është normale të zhytet një objekt i tillë? Janë
fenomene që ndodhin në ndërtim. 28 centimetra. Dhe unë ju përgjigja për këtë. Tashin, ju më bëni një pyetje për disa të herë kur unë ja kam dhënë përgjigje. Duket absurde pra. Janë fenomene që ndodhin në ndërtim. Me që për krye inspektorin qendro, është një ulje normale, sa pallate në zonat e Bregdetit kanë pësuar zhytje të tilla deri në 30 cm. E rëndësishme është të merren masa, të sigurohet godina para se të merren kualitim. Mbarojnë gjithë proceset e duhura inxhinierike dhe të jepet garancia nga ata, të cilët e kanë përgjegjësi sipas ligjit ndërtimit për të thënë që ky objekt është i banueshëm ose jo. Duhej që ky kontroll të bëhej pasi të ngrihen nga një emision si problem, nuk mund të bëhej më parë ndonjë indicje nga ju, nuk kishit asgjë për ta ditur si funksionon. Kemi ngritur grupe pune të përbashkëta dhe për shkak të intensitetit të lartë të ndërtimit, në fillim është kontrolluar Tirana, Golemi, pas Kuqani dhe Durrësi. Kur u bë për Durrësin? Çfarë periudhe kohore, sepse dua ta bëj krahasimin në momentin që e investiguam ne dhe kur e keni bërë ju për të ditur a e keni konstatuar më parë apo pasi e ngritëm ne si problem? Ju falenderoj që e keni ngritur dhe kemi shkuar, kemi bërë kontrollin. Të presim, të japim fjalën e duhur inxhinierëve përkatës, të shprehem dhe pastaj të flasim. Ndërkohë, zhytja e deklaruar në komunikatën e IKMT-s nuk përputhet me atë që ne kemi nga informacionet tona në rrugë konfidenciale. Zhytja ka qenë në 40 cm dhe jo 18 dhe 28 sa keni deklaruar ju. Nëse dele kundërta, do mbani përgjegjësi ligjore për përgjigjen që keni kthyer? Topografi i Institutit të Ndërtimit të Shtetit Shqiptar, i licencuar, ka bërë marrëdhënie dhe ka hedhur firmën si inxhinier për këtë ulje dhe unë i besoj inxhinierit të institucionit të Shtetit Shqiptar. Nëse matjet tuaja me inxhinier tjetër do na thonë të kundërtën, atëherë duhet të flasim inxhinierët me njëri tjetrin dhe të dalë një palë e tretë inxhinier që ta bëjë të punë. Kështu që më duket që tentativa për të dyshuar ka shumë kemi shumë burime të tjera, prandaj po e them gjithsesi mbetet në deklarimin. Unë i respektoj burimet tuaja, po leroni fjalën specialist. Nga brenda institucionit tuaj, prandaj po ju them. Leruani fjalën inxhinierëve të cilët paguhen dhe janë specialistë të fushës. Shumë faleminderit. Duket normale me telefonit për ser. Kjo telefonat është regjistruar në orën 10 të mëngjesit. Një orar me sa duket i papërshtatshëm për ministrin e ri të qeverisë Rama, i cili, me sa po kuptoj, është ende nën efektin e gjumit. Zoti Karakaçi, si kaluat, si jeni? Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Unë jam Matilda Prendi, gazetare nga emisioni Piranjat. Doja t'ju pyesja në lidhje me pallatet e Durrës Marina, të cilat janë zhytur në tokë. Donim të dinim ju si ministri, çfarë përgjegjësi e mbani lidhur me këtë skandal? Çfarë kuptimi, çfarë përgjegjësi, kuptova? Sepse institucioni juaj ka miratuar marrëveshjen, prandaj po ju pyes, donim të dinim qëndrimin tuaj dhe përgjegjësinë. Një ideja është e tilla, në para njëherë, nëse keni një çështje që do të proponi reagim zyrtar, patjetër dërgojeni dhe ne do të kthejmë përgjigje për këtë gjë. Unë kam përshtypjen që institucionet shqiptare janë shprehur dhe ka bërë deklaratë institucionet përgjegjëse që kanë shkuar kanë bërë verifikimin aty. Çfarë do të them tepër? Kështu që lutem, nëse keni dëshirë për një çështje. Ne në fakt donim një prononcim nga ana juaj me intervistë, nëse ju mundeni. Sapo ta dhash prononcimin. Zoti Karakaçi, po ju pyes. Përshëndes ditën mbar. Zoti Karakaçi, jeni ministri. Okej, Zoti Karakaçi sapo na mbylli telefonin, me sa duket dëshiron të qëndrojë spektator, ndërkohë që qytetarët shqiptar vazhdojnë të blejnë apartamente në pallate që janë zhytur dhe që mund të rrezikojnë jetën.